Një i dënuar në burgun e Fushkrujës dyshohet se urdhëroi vendosjen e rreth 150 gram lëndë eksplozive në makinën e drejtorit të burgut, Arben Sulojt. Informacioni është ende i pa verifikuar, por po konsiderohet nga hetuesit e prokurorisë për krime të rënda. Atentati me eksploziv ndaj drejtorit të burgut të Fushkrujës Arben Suloj është bërë për shkak të detyrës së tij sipas hetimeve. Mesditën e së martës, grupi hetimor i Policisë së Shtetit dhe prokurorët e gatshëm të krimeve të rënda bën një analizë të provave të gjetura për ngjarjen dhe ku mbeti i plagosur rënd drejtori i burgut. Sipas hetuesve, në vendngjarje janë gjetur shumë pak prova që mund të zbardhin identitetin e personave që kanë vënë këtë sasi tritoli. Ata kanë zbardhur vetëm mekanizmin e shpërthimit, që është montuar me një numër telefoni dhe është aktivizuar pas thirrjes. Mësohet se prokurorët kanë kërkuar sekuestrimin e kamerave të sigurisë të të gjitha bizneseve pranë banesës së drejtorit Suloj për të parë nëse mund të identifikojnë ndonjë person të dyshuar që mund të jetë afruar mbrëmjen e së dielës pranë makinës ku ishte parkuar. Nga ana tjetër, sipas të dhënave nga Qendra Universitare e Traumës, mësohet se gjendja e përgjithshme e drejtorit Suloj është stabilizuar pas ndërhyrjes kirurgjikale në pjesën e pasme të trupit, ku edhe ka dëmtime më të mëdha. Mësohet se familjarët po tentojnë të gjejnë mënyrën e dërgimit të tij jashtë Shqipërisë për mjekime më të specializuara për shkak të dëmtimit të gjymtyrëve të poshtme dhe të shtyllës kurrizore. Ndërkohë, drejtoria e përgjithshme e burgjeve komandoi në vend të drejtorit tashmë të plagosur shtetasin Kamber Hoxha për të ushtruar detyrën e drejtorit të burgut të Fushkrujës.